Torturat njerëzore të regjimit komunist I morën jetën kur ishte vetëm 22 vjeçe, e futën në një thes bashkë me një mace dhe e kugoditej barbarisht. Maria Tuci mbylli sytë në spitalin e Shkodrës nga dhuna mjezore vetëm sepse goxhati dilte kundër sistemit. 75 vite nga dita e vdekjes së saj, Kisha Katolike në Shkodër e përkujtoi vetë me ngrua mes tretet martirëve të saj. Gjithçka nisi nga vendi ku ajo arrestua dhe u torturua. Qelia numër 13 në Ishburg në Famkeq, në qendër të Shkodrës, sot vendi dëshmisë dhe kujtesës. Procesioni me lutje dhe këngë vjoi drejt kishës së motrave stigmatine, aty ku kremtua me isha shet nga arqipezhi Imzot Giovanni Peragjine. Dëshmia e fesë kërkon guxim dhe qëndrueshmëri. Duke parë jetën e Marie Tucit, këto fjalë kanë udhëhequr ekzistencën e saj, tha arqipezhi Peragjine. Na mëson se shenëtria nuk është një ideal I largët, por një realitet I përditshëm që ndërtohet me gjeste të vogla dashurie, gjeste të vogla dashurie. Ashtu ndërtohet shenëtrin, me vëmendje ndaj tjetrit dhe me beznikëri ndaj fjalës së Zotit. Mos qëndrojmë të mbyllur në vetveten, hapim sytë, e shikojmë nevojat e të tjerëve, ushqehemi me fjalën e Zotit, e do të rritemi me gjeste të vogla në rrugën e shenëtërisë. Se dëshmia e fesë kërkon guxim e qëndrueshmërinë, guxim e qëndrueshmërinë, sidomos kur shoqëria apo rrethanat na shtyen drejt kompromizmit. O jemi me Zotin, o jemi kundër Zotit, o jemi me Krishtin, o nuk jemi me Krishtin. Mos bëjmë kompromizmin me vetveten, me mëkaten. E në fund, se dashuria për Zotin dhe për të afërmin nuk ka kufi, nuk ka kufi. Është dashuria e plot, dashuria totale, e lirë dhe bujarë, ashtu si na I tregoi jetën e Maria Tucit. Të dashur vëllezër e motra, dërsa përkujtojmë sot jetën e motrave stigmatine dhe të lumjes Maria Tucit, le të lutemi që Zoti të na dhurojë lirin për të ndjekur shembullin e tyre. Të jetojmë me besime të thellë, të shërbejmë me gëzim, të jemi dëshmitar të Ungjillit në jetën tonë të përditshme. Qoftë dëshmia e tyre frymëzimin për ne, që të mos trembemi për mbalvështërsive dhe në çdo fytyrë të dim ta shohim Krishtin që na thërret të duam. Historia Marie Tucit është një nga dëshmitë më të dëllimshme dhe madhështore të qendrës në shtypjes dhe dhunës ideologjike. Marie Tuci, një grua re, u ngrit si një simbol I pathueshmërisë dhe sakrificës.